Nertil, mirë mëngjesi dhe mirë se vjen emisionin tonë 9:11. Unë do doja nëse ka mundësi që kamerën ta vendosh pak më larg, nëse ka mundësi, po shikoj që je në rrugë, do doja që të ndalesh e diku dhe të mos lëvizje. Okej. Edhe mundësisht të tërhiqesh pak me karikën më pas, sepse jemi vetëm kështu me detaje jemi. Do doja që të shikonim komplet ftyrën. Kështu është më mirë. Kështu është më mirë. Mirë mëngjesi, si jeni zgjuar sot? Kërkoj ndjes sepse të ndalim në rrugë është duke udhëtuar, për shkup nuk e di, më duket për shkup, je duke udhëtuar. Dhe për shkup jemi. Po, unë të prezantova, për momentin ju jeni drejtor në ndërmarrjen publike komunale standardi në Dibër. Dhe t'ju bë një aksion fantastik ku dolen jashtëzakonisht shumë qytetarë për pastrimin e qytetit. Siç jemi brenda në shtëpi, vendosëm që të gjithë ta bëjmë edhe qytetin të tillë. Më thuaj, si lindi ideja e organizimit të këtij aksioni qytetar? Drejtor, në Dibër, jo se kanë munguar aksionet të tilla, ne si aktivist ose si qytetar kemi marrë pjesë edhe në aksionet edhe më herët, të organizuara edhe nga komuna, po kjo e kaloi simbolikën. Ky aksion kaloi simbolikën. Do të thënë, u bë një punë shumë kolosale sa i përket pastërtisë edhe pastrimit të hapësirave në qytet. Do të thënë, u pastrua bregu i liçenit, u pastruan disa pjesë shtegje tek liçeni, qyteti komplet, ata pjesët, po shikojmë edhe disa pamje, pjesët e sportit ku ka rekreacion fëmijët ku dalin, do të thënë, shumë gjëra të cilët dikur bimët po i ngulfatin të thonim, dje u hapën, u pastruan. Po, është vërtet, aksioni kishte synim kryesor pikat më të rëndësishme të qytetit, si që janë rrugët kryesore në qendër, rrugët e liçenit, që janë rrugë rekreacioni, qytetarët që i fragmentojnë fatmirësisht shumë shpesh po të fundit. Ishin trotuarët të bllokuara që nuk janë pastruar një periudhë më të gjatë, edhe disa rrugë që çojnë tek liçeni, nga rrugët për ecje deri tek liçeni poshtë. Këto u mësuan nga makineritë e mëdha, bulldożerët që ishin në dispozicion nga ndërmarrjet private në Dibër, që ofronin një ndihmë shumë të rëndësishme për këtë aksion. Shumë e bukur. Kishim edhe ndihmë nga institucionet tjera në qytet. Kishim ndihmë të madhe nga qytetarët që kishin marrë me vete fëmijët e tyre, që ishte pika më e rëndësishme e këtij mesazhi më i rëndësishëm që u dha nga ky aksion, për të lënë një traditë në të ardhmen. Kjo ishte pika më e rëndësishme që ne e kërkuam. Për afërsisht sa njerëz ishin të mobilizuar për këtë aksion që është organizuar, rreth një numër ta themi së bashku me qytetarët. Do të thënë, sa shishe ujë kemi harxuar, këtu do i kalkulojmë se sa njerëz ka patur. Atëherë ta presim faturën edhe pastaj mund ta japim informacionin kështu. Edhe ne kemi qenë atje. Është zhvilluar në shumë punkte, në shumë pjesë qytetit, kështu që numri i saktë me siguri që ka qenë mbi 100, ma merr mendja. Mbi 100 ishte, mbi 100. Kishte shumë nxënës edhe antarë të klubeve sportive, dhe kishte një numër antarësh të shoqatave, të klubeve. Kishim kësaj radhe kishim edhe hoxhallarët, kishim policë, kishim u bë diçka që nuk është bërë më parë. Të gjitha institucionet u ngritën në këmbë për të patur një qytet sa më të mirë. Sepse fundit nuk bëhet fjalë për tjetri, po bëhet fjalë edhe për mua. Pra sepse është ajri im, është pas kemi edhe ambienti im. kauza të përbashkëta. Sigurisht.
Po, këto janë aksione që na tangojnë të gjithë. Do thënë, synimi jon ishte që të tangon çdo qytetar. Ky aksion të tangon çdo qytetar. Ne si institucione bëjmë këtë punë çdo ditë. Sidomos ndërmarrja publike që është e krijuar për këtë punë, e bëjmë çdo ditë. Ne po këto aktivitete na ndihmojnë edhe ne si ndërmarrje që të kthejmë edhe motivacionin tek punëtorët tonë. Pikërisht. Se këta aksione vlen shumë për të parë një situatë ndryshe, që një situatë të përmirësuar. Kjo tregon se njerëzit duan pastërtitë. Fëmijët janë të interesuar për pastërtitë, edhe të edukuar për pastërtitë. Kështu që edhe ne si ndërmarrje jemi më shumë të motivuar kur shohim edhe se qytetarët se punëtorët tonë ballafaqohen me situata të përditshme, të mbeturinave, pamje shumë jo të mirë në qytet. Do doja të parashtroj një pyetje. A ka deponi të egra edhe në Dibër? Dhe si i menaxhoni ata? Deponi e egër e evidentuar, nga inspektoriati është një. Është rruga që lidh Dibrën me kufirin me Shqipërinë. Është një deponi e madhe që aty ne i deponojmë edhe mbeturinat e akumuluara në qytet, edhe në fshat. Do ketë zgjidhje së shpejti edhe për atë deponi e cila është jashtëzakonisht e madhe? Po, drejtor, komuna është duke punuar për një projekt për formimin e një ndërmarrje rajonale që do ta zgjidhë përfundimisht problemin e deponive të egra, që e kanë si problem 18 komuna në Paqërni. Me këtë ndërmarrje që planifikohet të jetë në Manastir, në komunën e Novacit, jemi duke punuar, kemi pasur disa takime, edhe shpresojmë që ka ardhur momenti që të zgjidhet sa më parë. Uroj që të zgjidhet sa më parë. Uroj. Nertin, mos ju marr shumë kohë sepse e di se je duke udhëtuar, edhe sigurisht që edhe kohën e ke të shenjtë. Unë të falenderoj shumë për aksionin e dieshëm dhe më thuaj, a do të ketë aksione të njëjta edhe në muajt në vazhdim ose të paktën ta bëjmë një 4 herë në vit, ha? Në shtator është koha perfekte pas pushim, po, kur ti përcjellim të gjithë. Po, atmosfera e dieshme na jep shumë shpresë për të bërë aksione sa më të shpeshta. Urojmë që të ndodhet sa më shpesh. Edhe një pyetje e kam. A vazhdon Dibra të lahet, qyteti të lahet natë për natë, se ashtu i kam thënë Valbonës, dikur që laheshte natë për natë, vazhdon kjo? I thuaj Valbonës. Po, do të vazhdojmë edhe me shumë përgjithësi që kemi me makineritë. Me makineritë që janë të caktuar për atë punë, do e kryejmë edhe kësaj sezon. Jepni letrat. Valbona don shpërngulje për Dibër. Nertin, falenderoj shumë. Të përgëzoj për punën, edhe uroj që këto aksione të vazhdojnë. Shpresojmë këto të jenë mesazhe të sensibilizuese për të gjithë. Sigurisht. Pastërtia është një nevojë shumë elementare për çdo qytetar në shtetin tonë. Po. Zotërin Nertel, e pam që po udhtoni, deshta t'ja uroj ditën e fëmijëve sepse ishit me fëmijët e kanë brava, po, urime ditën e fëmijëve. Gëzuar ditën e fëmijëve. Një qershore. Ajo. Gëzuar. Gëzuar. Buzëqeshje dhe lumturi pa fund. Faleminderit. Nertin, faleminderit shumë edhe një herë. Rrugë të mbarë dhe dëgjohemi vetëm për të mira. Vazhdoni edhe me punën tuaj, jeni një program shumë pozitiv dhe shumë energjik. Faleminderit shumë. Punë të mbarë dhe suksese gjithmonë.